Mirë ditë të gjithëve për ndeshjen e javës 29 Skënderbeu Partizani, i gatshëm për të dëtuar pyetjet e trajnerit Arbër Bilalie. Mund të fillojmë. Përshëndetje, para suksese për sfidën e nesërme. Partizani ka 3 sfida pa fitore në kampionat. Çfarë po ndodh kësaj skuadre? Them drejtën, nuk është po themi një situatë që do të dëshirojmë, është një situatë e cila po mundohemi po themi që të dalim, të paktën për sa i përket pjesës së kampionatit. Normalisht mund të jemi deri diku të kënaqur për mënyrën po themi se çfarë po tregon deri diku në aspektin e lojës ekipi, por gjithsesi keqardhje për pikë sepse po na kushtojnë edhe gabimet individuale po themi apo në repart po na kushtojnë dhe nuk parim dot po themi që të marrim 3 pikë. Atëherë, duke ditur po themi që Skënderbeu është një kundërshtar që është i vështirë në fushën e vet, duke ditur që kanë uri për pikë, siç kemi dhe ne. Kështu që mendoj që do jetë një ndeshje e cila për çfarë kemi përgatitur dhe me kontingjentin që kemi besoj se do na gjej gati po themi për të luftuar për 3 pikë. Skënderbeu në zonën për një kategoria me luftën për të ndjetuar, nëse nga ana tjetër edhe Partizani me presionin e madh për të mbajtur vendin në top 4, sa ndjeni një presionin, sepse Elbasani është vetëm 7 pikë. Atëherë, duke pas parasysh ky kampionat po themi në mënyrë se si të gjitha ekipet janë ngjeshur si poshtë e lartë, mendoj që nuk është se patjetër presioni i përgjegjësia është për të kthyer të fitoret, përgjegjësia është për të bërë mirë fushën e lojës, përgjegjësia dhe presioni po themi të gjithë që nga uni i pari deri tek futbollisti më i fundit është për të arritur maksimumin çdo ndeshje. Përderisa atë nuk e kemi bërë deri tani, na del për detyrë po themi që të gjejmë rrugën e fitores dhe ky është një presion besoj pozitiv për vetë faktin ku bëjmë pjesë, në çfarë klubi bëjmë pjesë dhe duke pasur parasysh që kontingjenti i futbollistëve patjetër që është mjaft i madh, është cilësor për të arritur dhe për të shkuar po themi te fitoria. Arbër, vazhdojmë që në ditë se nuk është vështirë të drejtosh skuadrën e Partizanit të veruar edhe rezultatet të fundit, aprimeve, largimeve, por edhe presionit që mbas tani dhe Partizani për të qenë gjithmonë lart në klasifikim. Atëherë, unë e kam thënë më përpara që është privilegj, duke pas parasysh ky privilegj mbart me vete patjetër presionin mbi shpatulla për të bërë gjithnjë mirë, është pothuajse në çdo ndeshje është e pamundur po themi që të arrish dhe të bësh mirë në çdo ndeshje, por në pikën që jemi normalisht na duhet fitore dhe në pikën që jemi besoj që një rezultat pozitiv do të kthente gjithë rrjedhën po themi të këtij grupi që mendoj edhe përsërit që është një grup i cili ka përballuar mjaft vështirësi dhe më përpara, kështu që nuk është as së para as së fundit po themi kjo situatë që ndodhemi tani. Për ta mbyllur, dy ndeshjet e fundit janë deklaruar që janë ankuar për arbitrim në fakt. Prisni që kjo klasë të ndryshojë në kohë? Atëherë mund të them reklamim sepse ankim kam përshtypjen që nuk më takon mua si fushën e lojës, por keqardhje për faktin që të paktën në 3 apo 4 ndeshjet e fundit metri po themi që është përdorur kundrejt ekipit dhe standardi që është përdorur me ekipin kundërshtar po themi që luhet fush nuk ka qenë e njëjta qasje dhe kjo të pengon sepse të pengon të arrish të rezultati. Në 3 ndeshjet e fundit kemi arritur po themi ta përfundojmë një ndeshje me të gjithë lojtarët. Përpos kësaj mungojnë edhe penallti që janë shumë të dukshme për mendimin tim dhe kjo është një gjë që është për t'u alarmuar sepse në fund e prapa thash edhe një herë në një kampionat siç është ky joni që episodet mund të determinojnë shumë shka, më vjen keq sepse duke pas parasysh volumin e punës që po bëjnë futbollistët, duke pas parasysh dëshirën e mirë po themi që ka gjithë secili nga ne për të rikthyer po themi në rezultate pozitive, bëhet pak e vështirë duke pas parasysh që thash edhe një të paktën në 3-4 ndeshje të fundit mungojnë 3 penallti, 3 kartona të kuq po themi në çdo ndeshje. Kjo edhe jo vetëm ne, por ndoshta edhe në një skuadër shumë më herë më e madhe se ne do të ndikonte negativisht në grup. Faleminderit. Faleminderit juve.